Pse e keni toleru në fillim? Një shkelje ku bëhet, shkeljet na i vazhdojnë deri në theqafje. Gani. Po. Jeni bërë ekspert krejt. Kush e ka toleru? Edhe gani. E keni toleru. Ai Kosovës i drejtohet, Kosova e pas ka shkelje. Unë të njëjtën ju marr me qitë punë zoti Koshi. I kom ja 4 degada në qitë punë, që veç me qitë punë mira, me kur gjë tjetër, nuk mira si ti me shumë punë. Mira me një. Po jeni bose e ti toleru. Zoti Koshi. Jeni bose se kur kum thonë që kjo shkelje ju keni thonë so shkelje. Ta vjen shkelje permanente. Këtë ka bon shkelje. A dim se zoti Koshi. Sepse e kini vendim gjykatës supreme që thot jenë konflikt interesi, sepse e kini lonë gjykatën kushtetuese, domthonjë që nuk është që mund të kthehet që nuk është konstituu kuvendi, domthonjë jenë shkelje permanente. Çka të bësh jenë shkelje? Nuk u konstituu kuvendi. Krenar. Ç'ashtu thot? Nuk thot, ka mundësi krenar me ndodha. Po ka mundësi, thash krenar, që është lënda gjykatë kushtetuese. Ka mundësi që ta jep një përgjigje, po s'ka dhënë. Me marr mos, bën me thon ka mundësi. Jo duhet vetë ta bëj vendimin tëj me ta. Mes nuk ka marr jeta politike vazhdon. Kush i parandalos jetën institucionale. Politik, po çka dush me